Në ndërkohë, mediumi Amerikan CNN ka bërë një fact-checking për pyetjen e zëvendës presidentit Amerikan J.D. Vance, i cili të premtën në shtëpinë e bardhë për gjatë takimit të tensionuar e pyet presidentin ukrainase a ke thënë ndonjëherë faleminderit për ndihmat e SBA-s ndaj Ukrainës. Ai shkruan se vlen të përmendet se Zelenski e ka falenderuar Shtetet e Bashkuara në shumë raste që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022, duke shprehur mërnjohjen për Trump dhe presidentin Joe Biden për anëtarët e Kongresit nga dy palët, për kompanitë amerikane të mbrojtjes dhe punonjësit e tyre dhe për popullin amerikan. CNN shkruan se janë 33 shembuj të mëpashëm të Zelenski duke falenderuar ose shprehur mirënjohje ndaj Amerikës, zyrtarëve ose popullit të saj për mbështetjen e tyre. Ish kryeministri i Kosovës Avdullah